Srebrenica, e cila pastaj i mund me vota këta të Prizrenit. Dhe mendoj që këtu ka lind ajo farë, le të themi, mëria, po gjakmia të pruar që hajde do të bëjmë diçka për ta kundërshtuar, le të themi, për ta balancuar këtë disbalancë. Sidoqoftë, është një moment kyç dhe shumë i përshtatshëm që partitë politike të reflektojnë dhe të ndryshojnë sistemin zgjedhor. Që Kosova të ndohet në disa zona zgjedhore, më ideale do të ishte që secili kandidat luftonte brenda zonës vet. Se tash nuk po duam shumë të thonë. Këta brenda zonës vet kanë kandiduar dhe ama votat ja kanë çuar njëri tjetrit. Zgjedhjet nëse është shef, se para se më u bë kjo, si themi, para se më analizu ka stelsa, po analizon joni, fillova me shikuna për qendrat votimit, e shikon, për shembull, se e dia pak a shumë si është skema e organizimit Prizrenit, shikova Orifshin, e shikova Gjonajn, nëse është shef, i ke, nisi nuk po analizoni, i ke disa klika, për shembull, e ke, nëse zgaboj, se do të shikoj prapë, nuk që ishte Enver Hoxha i bashkë me Kujtim Garshin, në anën tjetër ishte Feta Pacharizi i bashkë me Najt Hasanin, bashkë me Ardian Çollakun, do më këto ishin klika. Jo, Arianiti se Adrian Çollakun e kemi mirë në gazetën Blitz. Më falë, vjen keq. Desha të them që nëse është shef, janë skemat përfitimit të votuesve lokal. Qartë. Më thonë do është me pa që, ose për shembull Fatih Demoku nuk është i Prizrenit, po me apo pa dëshirën e tij është të bërë pjesë e njerëz prej listave zgjedhore që kanë përfituar, sepse mund ta shikosh, mund të shikosh për shembull nëse shikon në Gjonaj ose Velesh, nuk kujtohet, e ke që Enver Hoxhaj dhe Kujtim Garshi nuk kanë përfituar vota. Por e ke në anën tjetër që Najt Hasani bashkë me Tapacharizën e tjera kanë përfituar këto vota. Ama reagimet e tyre, besoj, Bleroni, pa reagimet e tyre, thanë që është dikush tjetër, po gjithë kërkuan hetim, rinumrim të plot me një farforme, askush nuk doli për ta pranuar me një farforme se qëndrojnë prapa kësaj. Pra gjithë po thonë se është një faktor tjetër i jashtëm që e ka bërë këtë. Unë besoj në prezumimin e pafajësisë, sidomos duke parë se disa nga këta persona që kanë përfituar shumë, janë persona që njihen për nga integriteti i lartë. Domethënë, në të me kështë pyet mua, s'do të kisha besuar që këta njerëz që po i shef që kanë përfituar vota, ndaç merr Anton Çuni në anën e LDK-s, ndaç merr Ajo Maqedonci në anën e VV-s, ose Najt Hasanin dhe Feta Pacharizi nuk e njoh shumë, veç e di që është një veteran i UÇK-s, domethënë, kryesisht nëse shikon njerëzit që kanë përfituar nga vota janë njerëz ndeshëm. Prandaj, gjithsesi, prezumimi i pavajësisë është i obligueshëm për gjithë ne. Nëse vërtetohet që këta njerëz kanë qenë pjesë të skemës, unë mendoj se secili prej tyre do të japin dorëheqje të përjashme nga politika, sepse ndryshe nuk ka logjik. Por para se të mbutemi me një gjykim të tillë, besoj që prezumimi i pavajësisë është i obligueshëm për gjithë ne. Drejtësia duhet ta bëjë vetë. Bleron, edhe një gjë desha të them. Mos ta harrojmë se ekziston edhe mundësia që dikush me qëllim i ka ekspozuar apo targetuar këta kandidat. Në shumë është e mundshme që 1, 2 apo 10 komisioner në konsorcium ose nga njerë në konsorcium kanë pasur qëllim të ta dëmtojnë një kandidat ose tjetër, sepse ata kanë ditur, jam i bindur që e kanë ditur shumë mirë, që auditimi i kutive të votimit, se nuk e di sa është 1% a 3%, do të tregojë që ka një diferencë në numërimin dhe kutit sipas regjistrimit dhe kanë ditur shumë mirë që kjo do të çojë në numërim. Domethënë, unë besoj që këtu është një plot më i thellë se sa vjedhje thjesht nga kandidat. Shikoj kandidat që supozojmë se kanë përfituar ose vjedhur, unë për vetë nuk jam i bindur që këta kanë qenë brapa kësaj skeme. Po, për shembull, Bleron, ky Fidani ka reagim.